Me 70.000 vota kanë marrë vetëm një deputet, ndërkohë që takticieni i vogël, si thua, Tom Doshi, me 30.000 vota ka marrë 35.000 vota, ka marrë 3 mandate deputetesh. Po të kishin qenë pak më të maturuar politikisht, po të kishin marrë më seriozisht të tjerët. Sepse, por unë kam parë që këta nuk ishin kapacitet për të dëgjuar shumë të tjerët, sepse edhe këta vet ishin si skuadër, ishin skuadër e vogël. Ishin skuadër e vogël sepse pikërisht ju mungonte kjo gjë, edhe për të zgjeruar skuadrën duke i dëgjuar të tjerët, sepse skuadra nuk zgjerohet duke thirrur me emër. Hajde dhe rështohu. Jo, duke dëgjuar dhe duke shfaqur, duke ndërtuar debat ose duke ndërtuar ide, duke shkëmbyr ide ose objektiva, ose propozime, ose strategji, ose taktika. Në fakt është e parë që dëgjoj këtë tetë që nuk kishin kapacitet as për të dëgjuar. Jo, nuk e kanë pas të kapacitet dhe kjo është shprehur më së miri në atë sherrin që për mua ishte një sherr krejt i panevojshëm, një sherr i cili ka dëmtuar po lapa e shehit, të cilët i ka dëmtuar të dy partitë. I ka dëmtuar dhe ka vënë në pikpyetje atë frymën e re ose klimën e re ose portretin e ri që pritshin njerëzit të silleshin këto parti.